Bashkimi Evropian ju duhet shqiptarëve për te interesave financiare që janë shumë të mëdha për një vend si yni, ju duhet shqiptarëve për të garantuar përfundimisht lirinë individuale e para, për të garantuar përfundimisht barazim para ligjit, sepse sot garantët e vetën barazis para ligjit jemi ne, është Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk ka askush tjetër, që garanton proceset e nisura të institucioneve të reja drejtësisë, që kanë të gjitha të metat e mundshme dhe të imagjinueshme, por që ama janë në rrugën e dur dhe që duhen mbështetur në atë rrugë me çdo çmim, edhe me marrjen përsipër të kostove. Ne nuk bërtasim për persekutim apo për padrejtësi kur institucionet e reja drejtësisë godasin brenda nesh. Të tjerët pretendojnë që janë të burgosur politik, ose që janë partitë burgosurish politik, ose që janë të persekutuar politik. Ky është dallim katastrofik për të ardhmen. Dhe e fundit për këtë pjesë, Bashkimi Evropian na duhet për këto garanci që Shqipëria dhe shqiptarët si kanë pas kurrë në historinë e tyre, dhe për herë të parë në histori Shqipëria dhe shqiptarët nuk do të jenë as në një regjim të imponuar nga të tjerët, shëndet fjalë e vërtet Klos, dhe as nuk do të jenë në një qeverisje që mund të çojë drejtim paditur, duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian.